إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Të gjitha falenderimet I takojnë Allahut Azza wa Jall. Atë falenderojmë, prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton askush të adhurohet pos Allahut Azza wa Jall, I cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi është robi Allahu dhe I dërguari I Tij. Salavat dhe selamet të shumë të dërgojmë mbi të dërguarin ton, mbi familjen e Tij dhe mbi gjithë shokët e Tij. Xhamatlit të nderuar, ju këshilloj juve dhe veten time me frikë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Të përpiqemi fort në punë të mira, të ruhemi nga punë të këqija. Kështu do të jemi të lumtur në këtë botë dhe në botën tjetër. Allah subhanahu wa taala na ka nderuar me fenë e Tij islame dhe përveç se për punë të mira shpërblen shumë fish, ai ka përcaktuar kohë dhe ditë ku punët e mira vlerësohen shumë, ku punët e mira shumë fishohet shpërblimi I tyre. Jemi në 10 ditë më të mira të vitit. Deto për cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka njoftuar se nuk ka ditë cilat Allah subhanahu wa taala I vlerëson punët e mira dhe I don më shumë se sa ato që bëhen dhe kryen në këto 10 ditë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ma min ayamin al-'amalu s-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayam." Thot nuk ka ditë në cilat puna e mirë është më e dashur te Allah subhanahu wa taala se sa ajo që bëhet në këto 10 ditë. Atëherë, ai njeri I cili është angazhuar këto ditë e kalume, le të vazhdon dhe le të shton nga angazhimi I tij. Kurse ai I cili është treguar I mangt në këto ditë që ikën nga këto ditë më të mira, atëherë le të përpiqet mi kompenzu për arsye se ende jemi në ditë e mira dhe se para vetit kemi edhe 2 ditë më të mira nga këto 10 ditë, e që është dita e 9, dita e Arafatit, dhe dita e 10, dita e Kurbanit ose e Bajramit. Andaj të shtojmë nga punët e mira, të shtojmë nga veprat e mira, ta shfrytëzojmë çdo çast dhe çdo moment të këtyre ditëve. Para vetit pra se të cilën herë vlera e këtyre ditëve shtohet, saqë vlera më e madhe është në ditën e 9 dhe ditën e 10. Në ditën e 9, ditën e Arafatit, kjo ditë e cila na kujton begatin dhe mirësinë më të madhe që Allah subhanahu wa taala na ka dhuruar. Ajo është begatia e Islamit. Ku thot Allah subhanahu wa taala: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Thot Allah subhanahu wa taala në këtë ajet kuranor që ka zbrit pikërisht ditën e Arafatit. Thot sot e plotësova fenë tuaj dhe I përmbusha begatit dhe mirësitë e mia ndaj jush. Dhe jam I kënaqur që Islamin kam zgjedhur për juve fe. Pra, në ditën e Arafatit Allah e ka plotësuar, ka kompletuar fenë tonë. Dhe I ka plotësuar begatitë e Tij ndaj nesh. Atë të jemi falënderues ndaj Allahut dhe falënderimi e mira kthehet me të mira. Falënderimi kthehet duke I përgjigjur Allahut subhanahu wa taala me adhurimet dhe me veprat që I don Allah azza wa jall dhe I ka përcaktuar në fenë e Tij. Gjithashtu, dita e Arafatit është shtylla kryesore e haxhit. Shtylla më e madhe e haxhit është Arafati. Pra, që në ditën e Arafatit haxhiu të qëndron në vendin e Arafatit, në kodrin e Arafatit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "El-hajju Arafa." Haxhi është Arafati. Pra, në ditën e Arafatit haxhiu të qëndron në vendin e Arafatit, në kodrin e Arafatit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "El-hajju Arafa." Haxhi është Arafati.
Ajo është kryesorja. Në ditën e Arafatit, Allah subhanahu wa ta'ala afrohet në qiellin e kësaj bote. Nuk ka ditë ku amneston njerëz dhe fal nga zjarri i xhenemit se son këtë ditë. Dhe mburret para me lajkeve me robët e tij. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma min yawmin, nuk ka ditë min akthara an yu'tiqa Allahu 'abdan min an-nari min yawmi Arafa. Thot nuk ka ditë në cilën Allahu liron dhe amneston më shumë rob nga zjarri i xhenemit se sa lirimi që bën në ditën dhe amnestimi që bën në ditën e Arafatit. Pastaj vazhdon pejgamberi sa thot, thumma yadinu, pastaj Allah azza wa jalla afrohet për në qiellin e kësaj bote, o ju bahi bihimul malaike, dhe mburret para me lajkeve të tij me robët e vet, me njerëzit të cilët kanë shku, të gjithë me petkun e ihramit, të gjithë kanë një qëllim, ta madhrojnë Allahun, ta njësojnë Allah subhanahu wa taala dhe të kërkojnë faljen dhe shpëtimin e tij. Që Allah t'i shpëton nga zjarri i xhenemit dhe t'i shpërblen me xhenet. Mburret para me lajkeve me këta rob, me krijesat e tij. Dhe thot, ma arada haulai. Çka dojnë këta njerëz? Çka do njeri? Çka kërkon njeri? Besimtari nuk ka kërkesë më të madhe për të se sa që Allah azza wa jalla ta fal, ta mëshiron dhe ta shpërblen me xhenet. Andaj, kjo është ditë e madhe ku Allah subhanahu wa taala afrohet në qiellin e kësaj bote, amneston nga zjarri i xhenemit dhe fal gjunohet. Është dita që falen gjunohet. Dhe falja e gjunoheve dhe shpërblimi i madh në rand par padyshim janë ata që kanë marrë atë rrugë të madhe, rrugën e jetës, rrugën e haxhit. Mirë po, mirësia Allah azza wa jalla, rahmeti i tij është i gjanë, është i madh. Këtu përfshihen gjithë besimtarët. Falja e gjunoheve pra është për të gjithë. Për ata agjerimi i kësaj dite, siç thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shpresoj që t'i fal mëkatet e vitit kaluar dhe mëkatet e vitit që vjen. Deri në këtë mos, vetëm e jona mbetet me u angazhu. E jona mbetet me punu. E jona mbetet që me tregu sinqeritet që vërtet jemi rob të Allahut, që njësojmë Allahun një, atë e përmendim, atë adhurojmë dhe askan tjetër, dhe të ka i kërkojmë falje dhe shpëtim. Pa ta dëshmojmë këto me veprat dhe punë tonë. Për ata, çdo person i cili nuk është në haxh, preferohet të agjërohet ditë e Arafatit. Haxhi i lirë që ata që në haxh nuk agjërojnë. Nuk agjëroi as pejgamberi sa por ju angazhuan në lutje dhe dua në dhikr. Kjo dispozitiv vlen për ata që për neve, për ata që nuk janë në haxh. Të agjërojnë pra këtë ditë. Dhe mundësisht edhe këto ditë para ditës së Arafatit, të shtojmë agjërim. Dhe të nxisim edhe familjarët tonë, dashnin tonë, të nxisim me punë të mira. Qoftë në agjerim përgjithësi ose në agjerimin e ditës së Arafatit, qoftë në përmendjen e Allahut. Pra këto janë ditë ku përmendet Allahu dhe madhrohet. Që sa më shumë njeriu të shton nga fjala subhanallah, nga tasbihu, nga tekbiri, fjala Allahu akbar. E sidomos do të përmendim atje ose prej natës se sabajt të Arafatit atje fillojnë tekbiret që thuhen edhe pas namazeve. Pastaj me fjalën la ilaha illallah, me elhamdulillah, me falënderim dhe dhikre të ndryshme, pra të shtojmë nga dhikri. Të shtojmë nga lutjet dhe duat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon që duaja më e mirë është duaja e Arafatit. Khairu du'a Arafa. Duaja më e mirë është duaja që bëhet ditën e Arafatit. Për ata që janë në vendin e Arafatit, kjo është shtesë. Mirë po për neve tjerëve, duaja më e mirë që mund ta bëjmë gjatë vitit është duaja që e bëjmë ditën e Arafatit. Shtojmë nga lutjet dhe duat, bëjmë dua shumë. E sidomos nga kjo dua në vazhdim që do ta përmendim, me që realisht është dëshmia e shahadetit, po është dua madhështimi dhe dua falenderimi.
Thot pejgamberi sa doja më e mirë është doja e Arafatit dhe fjala më e mirë që kam thonë unë dhe pejgamber para meje është la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Nuk ka të adhuruar me të drejtë, nuk ka të adhuruar meritor pos Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdahu la sharika lah. Ai është një, ai nuk ka shok. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ati i takon i gjithë pushteti, ati i takon i gjithë falënderimi dhe ai ka fuqi për gjithçka. Kjo është dua. Kjo fjalë është dëshmi, është njësimi me tauhid, për tauhidin që i bota Allah subhanahu wa taala. Po është dua madhrimi, ti kur tregon se ndonë kujt është pushteti, ndonë Allahut. Kush është ai që mund përgjigjet lutjeve tua dhe kërkesave tua? Është vetëm Allah azza wa jall, ndonë ti gjithçka. Pra ti e madhron Allahun azza wa jall, po të njëjtën kohë me këtë kërkon ndihmën e Allahut, kërkon shpëtimin e Allahut, kërkon shpërblimin e Allahut dhe mirësitë e Allahut, sepse ai është i cili i fal gjinohet, ai është i cili shpërben shumë, ai është i cili i meriton adhurimet tona. Atëherë shtojmë nga kjo fjalë sa më shumë. E pastaj shtojmë nga kërkimfalja, istikfari dhe taubeja, pendimit, pendohemi nga gjunohet dhe gabimet tona. Allah është falës, po na duhet të tregojmë që e kërkojmë faljen dhe dojmë faljen. Për ata ka ardhur nga selefi, një nga dietarët e selefit thotë kur i sheh njerëzit ditën e Arafatit, duke i lutur Allahut azza wa jall me durë të ngritura lart, duke çojt, duke i kërkuar Allahut azza wa jall që fal gabimet dhe gjunohet e tyre, ju drejtohet shokëve dhe ju thotë, çka mendoni thotë? Nëse çita njerëz i kishin kërkuar një njeriu diçka pak parë, domethënë një kërkesë vogël kishin prej tyre. Një njeri i zakonshëm, një njeri i thjesht. A kish mi privu këta njerëz, të cilët luten, të cilët çojnë, të cilët i kanë ngrit durë të lartë? A kish mi privu thotë? Thonë po jo, diçka pak, se çdo njëri kur e sheh këtë gjendje këtyre njerëzve kish mi u dhon. Thotë vallahi për Allahun është më e lehtë që a fal gjinohet krejt këtyre njerëzve se sa një njeri me nxjerr 1 euro me ia dhon dikujt. Për Allah është falës, Allah është mëshirues. Po na duhet të tregojmë se vërtet e njësojmë Allahun azza wa jall, se ai e meriton me plot të drejtë. Dhe ta pranojmë dhe të dorëzohemi para tij dhe dëshmojmë se jemi të varfër për Allahun, dëshmojmë dhe të pranojmë se jemi mëkatarë dhe gjunaçarë dhe kemi nevojë për faljen e tij. Këtë e don Allah subhanahu wa taala. Atëherë, të shojmë vllazë punë të mira këto ditë, të ruhemi prej gjunohave. Se gjunohet në ditët që janë me vlerë, në kohë që janë të vlefshme dhe në vendet e vlefshme janë më të rona se sa ato që bën jashtë këtyre ditëve. Atëherë shtojmë punë të mira, të ruhemi prej punëve të këqija, e atëherë shpresoj te Allahu që do të festojmë me plot drejt ditën e Bajramit. Kemi për çka më u gëzu, se kemi shpresë që Allah azza wa jall na ka fal dhe na ka mëshiruar. Elos Allah subhanahu wa taala na jep forcë dhe fuqi në punë të mira, na ndihmon në punë të mira, na udhëzon në rrugën e drejtë, na udhëzon në morale dhe sjellje të mira, na bën prej robëve të tij të devotshëm, të cilët i përulen dhe i përgjërojnë Allah subhanahu wa taala dhe njësojnë atë. Dhe na ruan nga mëkatet dhe gjunohet. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. E falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Salavat dhe selame dërgojmë mbi të dërguarin tonë. Vllazën të nderuar, mas ditës së Arafatit vjen dita e 10, dita e Kurbanit. Kjo ditë që është ditë Bajrami, po është dita e parë kur fillon edhe thirrja e Kurbanit, sakrificë që është simbolike, mirë po që është shumë domethënëse, që është shumë e vlefshme te Allah subhanahu wa taala, që njeriu me këto tregon se është në gjendje të sakrifikojë çdo gjë për Allahun subhanahu wa taala dhe çdo gjë që kërkon Allahu te bareke wa taala, se fundi e fundit çdo gjë i takon Allahut dhe ai do të kthehet. Sa i përket Kurbanit,
vetëm si përkujtim se këto janë gjëra që besoj për shumë juve të njohuna, kurbani duhet të plotësoj kushtet e veta. Duhet të plotësoj kushtet sa i përket moshës, që të gjatë e trasha ose të lopt, duhet të plotësoj 2 vjet e më tepër ti ketë. Të 1 vjet e më tepër, kurse të delet 6 muaj më shumë. Gjithashtu që është shumë e rëndësishme që të kemi kujdes që kurbanat mos kenë të meta. Mos kenë të meta, janë sidomos të meta të mëdha, me të cilat nuk pranohet kurbani. Se Allah është i pastër, nuk e pranon vetëm ato që është e pastër dhe shëndosh. Pra si thot pejgamberi alayhis salam, 4 gjëra nuk pranohen në kurbana. Thot nuk pranohet ai kurbani i cili është i verbërt dhe verbria e tij është e dukshme, është e qartë. Gjithashtu ai kurban ose ai kafsh, mos më thon kurban, ai kafsh e cila është e smut dhe smundja e saj është e qartë. Ai kafsh e cila çalon, shkepon dhe çalimi i saj është i qartë, vrehet qartë që çalon. Dhe ajo e cila është e dopt e lig, si ja vlen që ajo të thërë dhe të prehet kurban kur është shumë e lig. Po kurban mundësisht njeriu ta zgjedh ato që është më e mira, ose spaku, jo ta zgjedh ato që është më e keqja. Nuk pranohet ajo që është e liga, më e dobta. Kështu që të kemi kujdes që kurbani të plotson kushtet e veta dhe normal ku athires jetë mas faljes së bajramit. Keni kujdes vllazni, ai që ka mundësi të thërë kurban, se është një prej ritualeve, është një prej ibadeteve, është një prej simboleve të kësaj feste. Nuk pranohet me dhon sadaka në emër të kurbanit. Nuk lejohet që dikush të vlerë në një kurbani 200, 300, po edhe 1000 euro nëse jep sadaka, qoftë harç ushqim, qoftë pare, nuk e zaventson kurbanin. Kurbani është më shumë se sadaka. Nuk është qëllimi kryesor i kurbanit mi ushqyt varfurit. Ai është një prej qëllimeve të kurbanit, po qëllimi kryesor i kurbanit është me sakrifiku, me thërë kurbanin për Allahun. Pastaj ajo ndohet një pjesë për të varfurit, një pjesë për dashamirët dhe një pjesë për vete. Kjo është prej sunetit të ndohet kështu. Fundit nëse njëri nuk ka mundësi ose ka holl mundësi të materiale, atëherë edhe komplet mund në hanë vetë. Mirë, po në rend të parë që ai të thërret për Allah subhanahu wa taala. E jo, padyshim që është shumë e rëndësishme të ndihmohen njerëzit, padyshim që ai që ka mundësi përveç kurbanit familjeve që janë në nevojë, t'ju ofron edhe ndihma të tjera. Mirë, po ta kemi këtë të qartë. Unë po besoj që për juve që jeni frekuentues xhamiave kjo është e dishme se vazhdimisht kjo përsëritet për hoxhallarëve, mirë po njoftoni shok, njoftoni koleg, njoftoni ata besimtarë që dëshirojnë me dhënë në kurban, për në kurban bajram ose për këtë festë. Ose dojnë të thërrin kurban mirë, po duke i pa nevojat e njerëzve. E shtoja këto faktit që nuk po e marrin mishin e kurbanit, sidomos nëse është dele dhe me këtë arsye pastaj as nuk bojnë zgjedhje që me prej lopës, po ajt po japi pare, dije që kjo nuk e zaventson dhe nuk e kompenzon. E ai person i cili pranon mish kurbanit, mirë po nuk e hajnë familja mishin e deles, e ka të ndalume me pranuat mish edhe me gjuhë. E ka të ndalume me pranuat mish edhe me gjuhë, është haram. Kështu që nuk ka marrë këtu, ma mirë është mi tregu, mi thonë, më falë, ma bën halal, po fëmija nuk po e hajnë. E tregon se cilin familjen e vetë ka, mos me thonë shumica janë të këtilla, që nuk hajnë. Atëherë, ma mirë është me tregu se sa me marrë dhe me gjujtë. Nuk bën të gjuhet. E lusë Allah subhanahu wa taala na e pranon punët tona të mira, na bën prej atyre që i vlerësojnë adhurimin dhe ibadetet Allah dhe i përmbushin ashtu siç don Allahu dhe është i kënaqur me to. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.